djali i cili ka bërë kauzat forta për Partinë Demokratike. Dhe pa diskutim që Partia Demokratike duhet ta mbronte Salianin për luftën që bëri, për kauzën që bëri, për dinamikën që i dha gjithë ngjarjeve politike në atë periudhë, por mbi të gjitha dhe sepse ishte një djalë i ri i cili guxoi. Guxoi të denonconte, guxoi të përballte me partinë shtet, guxoi të fliste, do thoja unë, më shumë se ç'duhet, dhe pikërisht kjo ka qenë edhe problemi i Salianit, sepse kishte filluar të jepte 2-3 indikacione si leadership. Dhe kjo gjë nuk i konformonte jo vetëm Berishës, po dhe disa grupeve tjera që janë aty që kanë pretendimet e caktuara. Dhe duke parë Salianin si një kundërshtar politik të kalibrit lartë dhe një steke goxha të lartë, sepse Saliani kishte edhe një veti tjetër që këto nuk e kishin. Në çdo betejë që Saliani ka bërë ka fituar, në Korçë fitoi, në Kavaj fitoi, ka dalë jashtëzakonisht, ka qenë i dashur dhe nga populli. Nuk ka qenë një deputet i emëruar, siç janë këto. Ka qenë popullor dhe këto janë deputetët e emëruar nga Berisha. Këto nuk janë deputetët e popullit. Hiç 2-3. Shumica janë deputet të emëruar, të komanduar, të cilët do t'i shërbejnë interesit personal Berishës, jo qytetarëve, jo popullit. Dhe duke e parë në këtë këndvështrim, unë mendoj që ato duhet kishin luftuar më shumë. Tani arsyet e vërteta duhet i di kryetari i partisë, pse nuk e ka bërë kauzën e tij madhore apo aq interesante. Dretek. Unë shikoj një paradoks që pas çdo humbje këto shfaqen edhe më të lumtur, më entuziast. Madje sot sindromi ballkanik. Sot dëgjova në parlament që i qanin Hallin dhe Edi Ramës. Që ti ke fituar, po nuk e kupton që ke humbur dhe ti po gëzohesh kot. Është pra një lloj situate groteske, por është për demokratët, sepse për grupin parlamentar ata i kanë bërë ato llogarit, do marrin pensione shumë të larta me statusin e deputetit, kanë përfitime që mund të shkojnë deri në 4-5.000 euro në muaj, bëjnë dhe në një pazar të vogël me ligjet, me miratimin e ligjeve, kështu që ata janë në rregull. Edhe kryetari i partisë për mua i ka arritur Berisha të gjitha objektivat që kishte në këtë zgjedhje, prandaj shfaqen jo rastisht shfaqen të lumtur, që ishte sigurimi i vulës, bashkimi i grupit parlamentar, pra blindimi i grupit parlamentar, që po ta shikosh, gjitha kritikat që po bëhen nga persona që kanë kontribuar në Partinë Demokratike, por realisht nuk s'kan marrë mandat deputeti, sepse i ka zgjedhur të gjithë personazhet që i ka futur në listën, pra i ka zgjedhur në bazë të pasaportës së besnikërisë dhe nuk ke asnjë lloj debati sot në grupin parlamentar. Dhe unë besoj që nisur nga këto situata, ai kanë festuar dhe humbjen e Lulzim Bashës. Ta shikosh. Pra, humbjen e kryetarit që doli jashtë skenës politike kanë festuar. Solli Berisha si kryetari. Kthimin e vulës, tashmë ka autoritetin për faktikisht ndjesë që nërpresa atë nuk kuptova dhe unë kur festuan mbrojtjen e mandatit Lezhës, mos gaboj, dolën me një foto që festuan dhe unë nuk kuptova qa po festonin. Këtej, o e pranonin rezultatin, o i kishin vjedhur. Prandaj kur them që binë kontradikt me veprimet, me fjalët që thojnë bëhen pabesueshëm dhe për publikun, dhe për qytetarët, edhe po festuan mandatin e Lezhës dhe siç tha dhe kolegu këtu, festuan dhe humbjen e Bashës. Se luftën e kishin me Bashën, jo me Ramën. Pra, kanë festuar humbjen e Bashës që doli jashtë, kanë festuar fitore në Gjirokastër, në fshatin e drogës. Lazarat. Në Lazarat. Pra kanë fituar dhe fitore në Lazarat, një fitore në Mirdit, një fitore në Lezhë, pikërisht tek zonat ku kanë operuar më shumë grupet kriminale kanë fituar, realisht, dhe nga ana tjetër që festonin fitoren te shpallej farsa elektorale. Pra është një situatë paradoksale për mua. Pastaj u shpall vota në diasporë që nga diaspora do vjen ndryshimi i madh.
dhe në diaspor humbja ishte edhe më e thellë. Po tani si ka mundësi që këtu i kanë blerë me thesin e miellit, i kanë kërcënuar bandat e patronazhistët, po një emigrantët që janë në Londër që kanë punë dhe kanë pavarësi ekonomike tjere. Kush i ka ndikuar ata? Bandat u kanë shkuar, troplinit u kanë shkuar atje dhe i kanë marrë votat. Pra, janë disa fakte që erëzojnë të alibi. A do të reflektoj PD-ja për të ringritur? Unë besoj që me Sali Berisha nuk ka ringritje dhe besoj që ky është rezultati më i mirë që kanë marrë në këtë zgjedhje, që në zgjedhjet e 2029 do ta shikojnë me dylbi, duke parë këtë lloj reagimi që po bëjnë, që nuk ka asnjë lloj analize dhe asnjë lloj përgjegjësie për këtë rezultat. Unë duhet të theksoj edhe një gjë tjetër. Dakor që kanë këtë pretendim që Edi Rama i vjedh zgjedhjet. Po unë po referohem të dhënave të zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. PD-ja me Berishën edhe kur i ka fituar zgjedhjet, i ka humbur praktikisht, pra me vota. Marrin votat e 2005-ës, që erdhin pushtet. I ka marrë më shumë Partia Socialiste vota. Marrin votat e 2009-ës. Ka marrë PD-ja 610.000 vota, PS-ja ka marrë 620.000 vota. Nuk është bërë ndonjë analizë. Thjesht erdhën pushtet, u bashkuan me Metën dhe kanë marrë 2 mandate, 8 vite, janë marrë në mënyrë aksidentale dhe për shkak të përçarjes së të majtës. Dhe s'është bërë ndonjëherë analizë, pra s'është bërë në Partinë Demokratike. Pastaj erdhi 2011 dhe kanë humbur në mënyrë sistematike nga 2011 deri në 2025, pa bërë kurrë analizë, vetëm duke përsëritur të njëjtën alibi që është vjedhja e zgjedhjeve. Edhe të njëjtën retorik, edhe të njëjtin fjalor politik që kanë përdorur, domethënë nuk ka dëgjuar njeriu diçka të re. Përpos sharje desha me të pyet si e re që je, si ndihesh sinqerisht dhe çdo njeri nga ne, kur shef një njeri, një lider të partisë tonë që del para partive të djathta evropiane, thot unë vin nga një narkoshtet, unë vin nga një vend ku portet, aeroportet tona futet droga, vin nga një vend ku 1.2 miliardë rrënjë të kanabisit, po mbillen atje dhe prej një rënje fiton 1.000 euro, ç'është ndihesh ti personalisht? Atëre, përdorja e çdo metode për të justifikuar humbjen masive dhe për të disinformuar në lidhje me realitetin dhe të vërtetën është një problem që të çon në delirin e madhështisë. Dhe nga ky delir i madhështisë vuan aktualisht Partia Demokratike që është sot, drejtuesit e saj. Se kur them Partia Demokratike i drejtohem kryesisë të PD-s-s, se s'dua të keq kuptohem. Dhe ky delir i madhështisë i çojnë ato të bëjnë veprimet pa kuptueshme dhe të pa shpjegueshme. Sepse pyetja është e thjeshtë. Ti a fitove? A ke bërë ndonjë analizë partisë tënde? Sot në atë parti nuk flitet për analizë, sepse i është kyçu goja. Dhe është urdhëruar që këto zgjedhje janë të vjedhura, ne nuk i pranojmë. Si nuk do t'i pranosh ti këto zgjedhje? Ti dhe sot të hysh në zgjedhje, nga 83 do e çojë 93 PS-ja dhe ti prap nuk fiton. Ti duhet të pranosh të vërtetën tënde, me veten tënde, sepse duke pranuar të vërtetën ti do zgjidhësh problemin dhe plagën më të madhe të asaj partie. Duke u të rreshur, duke thënë që unë nuk jam më opsion për këtë gjenerat, unë nuk bëhem dot më kryeministër. Këtu nis gjithë kjo problematikë, që i vihet damka dhe Shqipërisë, i vihet damka edhe opozitës, i vihet dhe froni i mbretit Edi Ramës nga kjo opozitë. Sepse është kjo opozitë që nuk frymëzon, është kjo opozitë që nuk prodhon. Nuk është faji Ramës që fitoi. Shkaktari i vërteti i humbjes quhet Sali Berisha. Është kundërshtari i dobët dhe pa diskutim opozita jo frymëzuese. Sepse këto individ që të rrethojnë ty programin tënd nuk frymëzojnë më. Gjatë një muaji që patet fushatës elektorale, ty të ndodhën 4 akte dhune. Një të ndodhi në Dibër, një të ndodhi në Lezhë,
një të ndodhi në Korçë që ishte turpshme me atë deputetin që i drejtohesha ashtu një shoferi kamionit dhe i fundit rasti Elbasanit me djalin e zotit Boçe. Këto akte dhune nuk i përshëndet njëri.